English, kursi radiofonik I gjuhës angleze. Let's talk in English. Të flasim anglisht çdo ditë duke ndjekur programin Let's Talk in English në orën 14 në Radio Emanuel. Thanks for taking the time to learn English here with us. I know learning a new language can be hard work, but we believe in you. Situata plot humor, argëtim dhe informacion vinë në familjet tuaja përmes programit Let's Talk in English. Mësojmë rreth teknologjisë, artit, kulturës dhe fushave të ndryshme të jetës, duke ndjekur këtë kurs radiofonik të gjuhës angleze. Let's talk in English. Every day. That's the way. Let's talk in English. Keni ndjekur këngën Happy Day nga Crowder, një këngë e cila na përcjell më tepër ritëm dhe energji dhe besoj që këtë energji të mirë ta kem përcjell tek gjithsecili prej jush që është duke na ndjekur në ditën e sotme dhe në këtë moment në studio ne janë bashkuar të ftuarat për sot. Unë I prezantova shkurtimisht edhe pak më parë, por dua ti përshëndes edhe një herë Elenica Kotelli dhe Xhensila Kokoshi. Ne janë bashkuar sot në studio. Kënaqësi të jemi së bashku. Edhe për ne. Edhe për ne kënaqësi. Më vjen mirë që sot do të jemi bashkë për të folur për një temë me të vërtet shumë të rëndësishme, mbi gjitha për të përcjellë më shumë informacion, pse jo për ata që janë duke na ndjekur, por mbi gjitha edhe më shumë ndërgjegjësim. Prandaj, edhe në kuadër të ditës botërore të ndërgjegjësimit për autizëm, dihet është 2 prilli tashmë, por duke qenë se ju jeni të përfshira gjithmonë edhe më tepër në aktivitete, kemi zgjedhur sot për ta zhvilluar intervistën dhe bisedën së bashku, prandaj secila në rolin që ka, çfarë do të thotë kjo ditë për ju? Dita botërore e ndërgjegjësimit për autizmin është një moment shumë I rëndësishëm për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të promovuar përfshirjen sociale për personat me autizëm. Kjo ditë për mua do të thotë shumë. Do të thotë shumë sepse gjithmonë duhet të jem në gatishmëri, do me thënë, jo vetëm në këtë ditë, po në çdo ditë të vitit, për të ndërgjegjësuar shumë persona të tjerë, qoftë edhe me shëtitjet me djalin tim, qoftë edhe me diçka që mund të shkruaj në momente të ndryshme të ditës time, të përjetimeve të mia, por edhe të mikeshave të mia të cilët përballen çdo ditë me autizmin. Kjo ne përpiqemi, do me thënë, që të krijojmë një shoqëri më të mirë, duke promovuar çdo ditë, qoftë edhe sukseset shumë të vogla që mund të kenë të rinjtë me autizëm, sepse vështirësia është tek të rinjtë më shumë. Vërtet, ne do të ndalemi dhe pas pak, sepse shumë institucione I mbështesin deri në farmoshe. Kjo ditë edhe është gjithë muaji prill që I dedikohet ndërgjegjësimit të autizmit dhe çdo fëmijë apo I rritur me autizmin do të duhet të ketë mbështetjen e dur për të realizuar me aq mundësi sa ka potencialin e tij. 2 prilli shënon, do me thënë, një thirrje të fortë për të gjithë komunitetin, për të gjithë njerëzit që na rrethojnë, një ditë ku ngrihet më fort zëri se ditët e tjera, për të kërkuar shumë të drejta, shumë gjëra të cilat duhet të jenë për këta fëmijë dhe për këta të rinj me autizëm. Duhet, do me thënë, të ndërgjegjësohemi të gjithë komuniteti, duhet të jemi pranë këtyre njerëzve, pranë këtyre personave, duke I mbështetur ata, do me thënë, qoftë edhe me një fjalë, qoftë edhe me një shtrëngim duarsh. Ndonjëherë këto kanë më shumë vlerë në përditshmërinë e tyre. Po, për të pasur, do me thënë, një rrugë duke ditur që dikush ka pranë dikë, e ka rrugë, I duket sikur rruga është përparash më e lehtë dhe mund ta marr më lehtë dhe mund të ecë më lehtë dhe mund t'i përjetojë gjërat, do me thënë, duke menduar që ka dikë pranë, mund t'i përjetojë më lehtë dhe edhe të jetë më I fortë për të përballuar gjërat që mund të ketë gjatë ditës, sepse sfidat, vështirësitë për cilat do të flasim. Është shumë e vështirë.
Unë në radhë pa do t'ju falenderoja për ftesën dhe dhënien e mundësisë për të folur për një kauzë shumë të madhe sociale, që ka të bëjë me diversitetin dhe konkretisht me fëmijët me autizëm dhe të rinjt me autizëm. Ne sot e dim shumë që jemi në një botë diverse dhe të pranosh diversitetin është pak e vështirë. Për sa i përket të kuptuarit të kësaj dite që shënon 2 prillin, ditën botërore të ndërgjegjësimit për personat me autizëm, unë do thoja që do doja të ishim në këtë moment për te ndërgjegjësimit. Pra këta fëmijë, pra këta të rinj, prindër, të gjithë që kanë pranë fëmijë me autizëm, nuk kanë më nevojë thjesht për t'i parë dhe për t'i kuptuar, por për të mbajtur qëndrime konkrete, mbështetëse për zhvillimin e potencialit të këtyre fëmijëve. Unë jam mësuese pra një shkolle në afër qytetit të Korçës dhe në aktivitetet tona shkollore, sidomos në ditë të veçanta, siç është 2 prilli, ne zhvillojmë aktivitete jo vetëm ndërgjegjësuese, por edhe inspiruese me raste të fëmijëve që kanë sukses për sa i përket zhvillimit të tyre të fëmijëve me nevoje të veçanta dhe konkretisht fëmijëve me autizëm. Unë në fillimet e para shikoja që kishte etiketime të ndryshme. Fëmijë që s'din, fëmijë handikapat, ne të gjithë që punojmë me këta fëmijë jemi asur me këto etiketime, ndërsa sot shikoj që nuk kam etiketime dhe ka besim në aftësitë, po flas në kontekstin shkollë, por dhe më gjerë ka besim në aftësitë e çdo njeriu sipas mënyrës së vet të perceptuarit dhe të shfaqurit të aftësive. Do isha më shumë për te ndërgjegjësimit, të kthimit të institucioneve dhe të gjitha aktorëve që ofrojnë shërbime ndaj diversitetit, që të ketë përmirësim të cilësisë të shërbimeve dhe të pranuarit dhe të dhënies së mundësisë që ata janë pjesë e shoqërisë si të tjerët. Patjetër. Elenisa, ju jeni gjithashtu kryetare e degës së shoqatës Medpak për qarkun e Korçës, Dega Korçë. Dua të di pak më tepër si ndihmon Medpak në mbështetjen e këtyre fëmijëve dhe çfarë iniciativash ju keni ndërmarrë së fundmi. Medpaku ka një rol të rëndësishëm në mbështetjen e familjeve që kanë fëmijë dhe të rritur me autizëm, në shërbime të ndryshme si terapi për fëmijët, trajnime për prindrit, domethënë fushata të ndryshme për ndërgjegjësimin. Gjithashtu ka qenë iniciatori, domethënë që para shumë vitesh kur autizmi nuk njihej absolutisht në Shqipëri, që kanë qenë nga të parët që kanë vënë mësuesin ndihmës me anë të një projekti, ku mësuesi i parë në Korçë ka qenë Raimonda Mollaj-Meri, të cilën e falenderoj dhe e përshëndes pafund. Edhe pastaja me kalimin e kohës, mbështetja edhe thirrja e prindërve, domethënë duke kërkuar shtimin e mësuesve ndihmës, duke ngritur zërin fort në Ministrinë e Arsimit, në Drejtorinë Arsimore, domethënë ka bërë që numri i mësuesve ndihmës të shtohet. Edhe gjithmonë jemi në vazhdimësi të kërkimit, gjithashtu edhe të përmirësimit të cilësisë dhe të mësimdhënies të këtyre mësuesve ndihmës, sepse është një gjë e mirë që të kesh vërtet një numër të madh mësuesi ndihmës ku mund të ndihmojnë shumë fëmijë, qoftë me autizëm, po edhe me nevoja të tjera të veçanta, por ama do të thotë shumë cilësia, do me thënë të jenë të mirë trajnuan, të kenë, do me thënë të marrin trajnime të ndryshme për sa i përket arsimit special, sepse këta fëmijë nuk do të thotë që të marrësh një mësues që nuk është i fushës, ose një mësues që ju mbyll klasa, apo ku diun, sepse këto kanë ndodhur. Edhe ta vendosësh, ku ta vendosim një mësues ndihmës, por gjithsesi unë për te kësaj dua t'i falenderoj të gjithë mësuesit ndihmës, të cilët të bëjnë një detyrë të shenjtë, sepse unë si prind e shikoj, domethënë që është shumë e vështirë. Kur e kemi ne të vështirë si prindër, imagjinoj tani si mund ta ketë një mësues, sepse është për te asaj, duhet të jetë për te klasës, duhet të shikoj klasën, duhet të shikoj dhe këtë nxënësin, domethënë, po duhet të koordinohen këto gjëra ndërmjet mësuesit ndihmës dhe mësuesit lëndor, të ketë një bashkëpunim më të mirë, më të fortë, që të bëhet, domethënë, sa më mirë puna, sepse duke punuar dhe duke qenë bashkë të koordinuara mirë
prind, mësues ndihmës, mësues i lendës, mësues kujdestar, do me thënë të gjitha gjërat këto aktorët po të jenë bashkë gjithmonë, suksesi është Patjetër, do të ketë progres dhe zhvillim. Po, është i për secilin pranishëm. fëmijë. Kështu që gjithashtu me të paku ka trajnuar prindër pa fund në mënyrë që sot prindërit tanë janë koshient për çdo gjë që ndodh, çfarë të drejtash kanë fëmijët e tyre, çfarë të drejtash kanë ata si prindër, si mund të kërkojnë një mësues ndihmës, si mund të kërkojnë të drejtën e tyre, do me thënë si mund t'i kërkojnë informacion në bashki, kudo, në pushtet i vendore, me radhë, do me thënë i dinë të tëra gjëra, ajo periudhë ka kaluar tashmë dhe i dinë çdo gjë se si mund të ndihmojnë dhe si ku të kërkojnë ndihmë dhe ku mund të kërkojnë çdo të drejtë që ju takon. Gjithashtu ka trajnuar pafund në ndër vite, do me thënë mësues në të gjitha, do me thënë gjithë rangun, jo vetëm në Korçë. Mësues të lendëve të ndryshme, mësues ndihmës, një nga, do me thënë, trajnuesit ka qenë pedagogu Arjan Kamburi, Olgerd Brame, kontributi më i madh në shoqatën me të pak është i zysh Zela Kokës, e cila do me thënë është iniciatorja e krijimit të kësaj shoqate së bashku me bashkëshortin e saj, avokat, të cilët duke pasur një fëmijë me aftësi të kufizuar, menduan që kush më mirë se ata do të mund të ndihmonin këtë kategori. Kështu që kjo shoqatë është prej shumë vitesh, do me thënë që funksionon dhe është një shoqatë e fuqishme në mbrojtje të drejtave të personave me aftësi të kufizuara dhe që ka lobuar për shumë çështje në arsim, në fusha të ndryshme, në institucione të ndryshme, do me thënë për gjithë shka. Gjithashtu ka ndikuar në krijimin dhe funksionimin e qendrave, siç është do me thënë së fundmi funksionimi i qendrës komunitare në Korçë tek shkolla speciale, ku atje marrin shërbim shumë fëmijë, do me thënë të moshave të vogla, me autizëm edhe me diagnoza të tjera. Kjo është do me thënë një sukses i me të pakut në bashkëpunim me UNDP-në, sigurisht edhe me bashkinë Korçë. Pastaj një aktivitet ose një projekt i fundit fare është të rinjtë në gjithë përfshirjen do me të rinjtë me aftësi të kufizuara në gjithë përfshirje. Është edhe aktiviteti që ju do të keni ditën e nesër. Që do të kemi nesër. Ky projekt ishte një projekt mendoj shumë i suksesshëm, pasi shumë të rinj me aftësi të kufizuara por dhe me autizëm, rreth një viti morën shumë aktivitete, do me thënë argëtuese më shumë, dhe u ndjen do me thënë të barabartë me të tjerët. Aty kjo në këta projekte ishte pjesë dhe Bashkia Korçë, Atelia, edhe këtu është UNDP-ja sigurisht. Atelia morën pjesë fëmijët ose të rriturit e atelies Korçë, të cilët bëjnë ato punimet e tyre. Në bashkëpunim sigurisht dhe me Universitetin e Korçës, vullnetar nga ai universitet, profesor që është shumë e nevojshme të bashkëveprojnë të gjitha aktorët. Arjan Kamburi prap sigurisht, punonjëse sociale dhe një mikesh shumë e shtrenjtë Doriana Balli, dy vullnetaret që s'na ndahen asnjëherë gjithmonë, Gjensila Kokoshi, që e kemi edhe sot këtu të pranishme, edhe Raimonda Mollaj Meri, dhe paruar vajzat e tjera, Marsida, Eleni, Artiola, edhe vajzat të tjera, do me thënë që ishin shumë të dashura me të rinjtë, shumë të gatshme për të bërë çdo gjë për t'i kënaqur sa më shumë, për t'i shpën kudo, për të bërë aktivitete të ndryshme, për t'ju bërë ditëlindje të ndryshme, të cilat fëmijët tani kanë ëndër, sepse ata nuk pranohen për ditëlindje dhe nuk i thërresin, do me thënë, sepse krijojnë ato situatat e tyre siç është vetë autizmi. Do me thënë është për të erdhur keq në fakt. Nuk di që të them më shumë për me të pakun, sepse me të paku
është gjithçka. Me të paku na ka bashkuar të gjithëve ne, na ka bashkuar ne prindërit, që së bashku me zysh zelën kemi bërë shumë gjëra, kemi ndarë problematike mes njëra tjetrës, kemi mësuar nga njëra tjetra, do me thëmë jemi si një familje tjetër, veç familjes në shtëpi, një familje tjetër e madhe, ku ndajmë shumë gjëra mes nesh, mes prindërve. Por duke qenë se ju jeni gjithashtu edhe një nënë e një djali me autizëm, ndoshta e marr me mend keni folur dhe herë të tjera, ndoshta edhe për gjithë ata që mund të kenë ndjekur intervistat e tua apo edhe mund të kenë qenë dëgjues në panele të ndryshme, por për ata persona që janë duke na ndikur për herë të parë, cilat kanë qenë sfidat më të mëdha që ke hasur si prinde, ndoshta si ke ti kaluar ato për të përçuar edhe më shumë inkurajim për prindrit që janë duke na ndjekur dhe ndodhen në të njëjtën situatë. Për jetimet, do me thënë që në momentin e parë që unë kam marrë, do me thënë, lajmin që fëmia im është me autizëm, ajo ka qenë një bombë, mund të them, të cilën më është dashur, kur them, jo vetëm mua, po dhe familjes sime, shumë vite për ta pranuar, duke luftuar, do me thënë që është fëmia im vërtet kështu, po pse kështu, po pse të më ndodh mua, po ku është gabimi, ku është faji, pse ka ndodhur kjo. Do me thënë dhe ato kanë qenë periudha shumë të vështira. Megjithatë, ishin dhe vitet kur në ato gjithmonë, do me thënë fati keq neve që i kemi fëmijët 22 vjeçar sot ose mbi 20, mbi 18, ka qenë se neve nuk kemi pasur asnjë dorë për të na ndihmuar, asnjë njohuri, asnjë informacion. Do me thënë dhe na është dashur të luftojmë ndonjëherë, mund ta thuash si me mullin të erës, sepse shkonim në përkopshte nuk pranoheshim, fëmijët nuk na pranohesh, na mbylleshe dera në fytyrë. Shkoa ndej kërko, nuk ishe ku të kërkoj as ndihmë, as informacion, as një dorë që të mbështeste. Do me thënë gjithçka e kemi bërë në luftë me këdo, edhe me veten. Gjithsesi, pas shumë vitesh, thash duke u pasur mbështetje, duke u njohur me zysh zelën, duke krijuar degën e Korçës së Metpakut, duke vënë mësuesin e parë ndihmës, unë djalin tim e kam çuar 10 vjet në klasë të parë, sepse do me thënë që 5 vjet që i ndodhi kjo gjë, do me thënë deri 10 vjet, 5 vjet ka qenë 5 vite feri, sepse shkoje kudo, shkoje në një kopësh të përzinin, shkoje në një tjetër pashtu, shkoje atje, do me thënë dhe kanë qenë luftë. Çdo ditë e parë e vitit të shkollës ka qenë një tmerr, sepse duke parë nga balkoni të gjithë fëmijët që shkonin në shkollë, unë me lot në sy thoja pse unë ta kem këtë fat dhe fëmia im të jetë në shtëpi. Gjithsesi, mund ta falenderoj, nuk kam rreshtur së falenderuari në fakt mundën, Raimondan Mollari Merin, sepse ka qenë njohja me atë në për trajnimet e Metpakut, ka qenë si një bekim për mua, sepse duke më thënë sille djalin, sille aty ku jam unë, pavarësisht moshës, pavarësisht gjërave që ka, do me thënë vështirësive, sille, dhe si përfundim u binda, e mora vendimin dhe gjithsesi po e them këtë se më ka mbetur në kujtesë dhe do mbetet derisa të jem gjallë. Dita e parë e shkollës prap ishte pak a shumë e njëjta gjë për mua dhe atë ditë i thash, nuk e mora prap guximin dhe i thash mondët që më mirë nesër se sot kam shumë prindër, ka shumë njerëz, më mirë nesër po e sjell. Dhe kam çuar ditën e dytë të shkollës. Gjithsesi ato vite kaluan deri në klasë të 5 që mund të ishte në shkollën aty në Demokracia. Ambienti që e shumë i mirë, shumë dashamirës, mësueset që shumë të mira, kishte dhe atje vështirësitë e veta, po gjithsesi kaluan dhe këto vite, nuk është se mund të them që përfitoj shumë gjëra nga ana akademike, sepse kjo varet edhe nga goditja që ka gjithë secili fëmijë me autizëm, se jo të gjithë janë një lloj. Të ketë mundësi për qenë edhe social, për të qenë në aktivitete me fëmijët e tjerë. Po, isha shumë e lumtur, sepse ai vinte me qef, ishte mes fëmijëve të tjerë, të cilët e donin, e përqafonin, bënin ditëlindje bashkë, do me thënë vinte me qef, pavarësisht kishte edhe momente të vështira
sigurisht sepse vetë Si çdo diagnoza që ai fëmijë, ka. dhe më pas të mendosh edhe një Po, fëmijë me po nevoja më kaluan speciale. ato vite, ishin vite të bukura, sepse ngriheshin në mëngjes e çoja në shkollë, vinja e merrnja, ai u rritesh se vajti 10 vjeç, u desh të vinte pastaj në shkollën tjetër me shumë mësues. Në ato momente nuk kishte mësues ndihmës, ishte vetëm një. Në shkollat që vajta atje, do me thënë, nuk është se kishte shumë dashamirësi, edhe u detyrova pastaj ta çoj tek shkolla speciale, gjë të cilën nuk e kam dashur kur, jo sepse mund të them gjëra kështu, po nuk kam dashur që këta fëmijë të mbyllen në një shkollë dhe të jenë me fëmijë të tillë me aftësitë kufizuara të njëjtë, kupton? Sepse sa do nga njëri tjetri, ata duan hapësirë, të jenë me gjithë fëmijët e tjerë, që të mund të marrin Që të nga njëri ndërveprojnë tjetri dhe edhe të më shumë, ndërveprojmë sa patjetër. më mirë. Nuk e di, ajo ka qenë periudhë shumë e vështirë, ai nuk e përballoi që të rinte më atje, nuk donte, nuk i pëlqeu, edhe si përfundim që pas asaj kohe djali u mbyll në shtëpi. Do me thënë nuk pati asnjë Në fakt është mundësi. mendoj shumë e vështirë, ndoshta kanë më shumë mundësi fëmijët me autizëm që të frekuentojnë shkollat ose dhe kopshtet në ditët që ne flasim, por mbas viteve të shkollës, çfarë bëhet me këta fëmijë? Këtë po them se Kristi vajti 10 vjeç, kalovi 5 vjet atje u bë 15. Ja vajti dhe 6 muaj, 7 muaj aty te shkolla speciale, ai ishte më tani një i rritur. Një i rritur që pas gjërave që i ndodhën tek shkolla, ai filloi të do me thënë të ishte më agresiv. Po. Do me thënë qoftë me veten, qoftë edhe me mua, disa herë, sepse ndoshta ai e mendonte me mendjen e tij sepse ti je ajo që mua më çon këtu, më çon atje, kupton? Edhe kjo pjesa e adoleshencës, pasi nuk kishte asnjë mundësi që të shkonte diku, ka qenë shumë e vështirë. Mund të thot dikush që autizmi është kështu, është do me thënë fëmijët me autizëm janë kështu, nuk janë të gjithë ashtu. Të marrim dhe Sepse janë anën të tjetër të ndryshëm, medaljes, patjetër, mos secili marrim prej vetëm anën që ka talente, kanë kështu, jo të gjithë i kanë këto gjëra. Dhe të flasim realitetin. Do me thënë, ne si familje jemi përballur me një vështirësi do me thënë të pa imagjinueshme. Ato ditë dhe ato kohë kanë qenë, do me thënë, e thash dhe më përpara aferi vetë, sepse duke mos pasur ku të shkoj ky fëmijë, duke qenë vetëm në mes të 4 mureve të shtëpisë, duke dalë vetëm me prindin, duke parë vetëm 4 sy të prindërve, çfarë mund të bëj një i rritur në atë moshë me një fuqi të jashtëzakonshme, se është i rritur, është i ri. Prandaj le të shërbejnë edhe intervista të tilla, rrëfime të tilla për më shumë ndërgjegjësim për institucionet, për gjithë ata që kanë mundësi për të sjellë një ndryshim dhe një përmirësim në jetesën e këtyre të rriturve tashmë me autizëm, por dhe të familjarëve të tyre. Dhe për të rriturit bëhet akoma dhe më vështirë. Tani djali im është 22 vjeç. Ai është një djalë i mrekullueshëm, mund të them, për mua, pavarësisht të momenteve që kalojmë. Si çdo fëmijë kanë përshtypjen për prindin, për çdo prind është, çdo fëmijë pavarësisht vështirësive që kalojnë prindërit, por pjesa e jonë është, do me thënë, më e vështirë, po edhe më e bukur. Ka dhe trishtim brenda, ka dhe dhimbje, ka dhe gëzim, ka dhe ngjyra shumë, po ka dhe ngjyra gri, ka dhe ngjyra të zeza, do me thënë i gatë të tëra. Sepse do të duhet të ngrihesh në mëngjes, do me thënë kur thot ai, ngrihet në 5, ngrihet në 6, do dalim, do shëtisim, po mund të kaloj për një periudhë të gjatë një shëtitja nga do gjithandej shumë bukur, por mund edhe të ketë atë pjesën e saj që ti je në mes të pyllit, në mes të rrugës, mund të inatoset. Ka shumë sfida, patjetër. Do me thënë, mund të bëj gjëra që një njeri që nuk e ka idenë, thotë çfarë po ndodh, ose do me thënë shumë e vështirë. Por besoj që në kohët në cilat ne jemi, njerëzit janë më të ndërgjegjësuar. Sigurisht, edhe patjetër. Kanë një tjetër lloj qasjeje, mund ta themi kështu, të paktën nga ajo që unë shoh rreth e përqar. Nuk na shikojnë më siç na shikonin dikur që dinin, para 20 vitesh ose 15 vitesh. Nuk, jo, është të shikojnë
Mua me Kristin për shembull na gjithë pjesa kur ngjitemi lart nga mali që ecim më shumë andeja, që na njohin, domethënë mosha të mëdhaja, çfarë do na përshëndesin, mirëmëngjes, si jeni, domethënë jemi bërë si të njohur me njëri tjetrin edhe pa i njohur fare, thjesht pa e ditur kush janë, po ama është një dashamirësi angjëllore, mund të them, me shumë dashuri. Me shumë dashuri. Edhe kjo ju inkurajon. Patjetër. Edhe Kur përmes dikush të sfidave dhe thotë edhe një vështirësive. mirëmëngjes duke buzëqeshur do të thotë shumë. Dalemi pak tek Gjensila. Gjensila, në rolin tënd, cilat janë ndoshta sfidat më të mëdha që has? Ti ndoshta si mësuese ndihmëse, por le ndalemi edhe më shumë tek fëmijët me autizëm, çfarë sfida shasin ata në mjedisin shkollor? Eleni e përmendi paksa, por duke folur edhe në rolin e një prindi e një nëne me një fëmijë me autizëm, por duhet të ndalem pak edhe në aspektin e mësueses ndihmëse. U emocionova nga fjalët e Elenit. Ne Elenin e kemi bashkëthare në këtë udhëtim sa të vështirë, por aq edhe të bukur. Duke dëgjuar fjalët e saj, ne mësues vendim se gjithmonë na vjen para një përgjegjësie akoma më të madhe. Jam e sigurt. Ajo që kërkojnë më shumë në fjalët e saj ishte dashuria dhe vëmendja ndaj fëmijëve të tyre, por jo vetëm ndaj fëmijës Elenit, por të gjithë fëmijëve që janë me nevoja të veçanta në shkolla. Përveç sfidave dhe dhimbjes që përjeton një prind dhe konkretisht Lenit, ajo ka gjetur forcë dhe kurajo dhe na motivonte ne në punën tonë që ai që punon me fëmijë me nevoja të veçanta e di është një punë e vështirë që ka goxha sfida, por krahas tyre patjetër do flasim edhe për ato momentet e bukura, momentet e bukura dhe që të cilat patjetër ju nxitin ju si mësues, ju motivojnë për të bërë edhe më të mirën, për të dhënë më të mirën. Unë gjithmonë ndaloj në ato dhe në ato motivojnë për të vazhduar përpara, për të ecur përpara. Do doja të ndalesha pak në pyetjen e drejtuar nga ju për sa i përket sfidave. Ne dim që mjedisi shkollor është një sfidë sot për të gjithë nxënësit të fëmijës, sepse mënyrat e të mësuarit sot janë nga më të ndryshme dhe për shkak të teknologjisë dhe gjithçka që po ndodh sot me një ritëm të shpejtë ndryshimi. Po ashtu dhe për fëmijët me nevoja të veçanta dhe konkretisht për fëmijët me autizëm, një mjedisi shkollor është vetë sfidë. Ne dim që fëmijët me autizëm kanë të dëmtuara disa funksione kryesore, siç janë ai komunikimit, i ndërveprimit dhe patjetër pasohen me sjellje jo normale dhe të përshtatshme për shkak të rutinave që ata kanë mësuar në përditshmërinë e tyre. Mjedisi i shkollës është një rutinë tjetër dhe kjo patjetër është një sfidë që ne mësuesit duhet të njohim mirë fëmijët me nevoja të veçanta, fëmijët me autizëm dhe të përshtatim mjedisin e shkollës, mësimdhënien në bazë të nevojave dhe të stilit të nxënit dhe të përshtatjes së fëmijëve me autizëm në shkollë. Të secilit prej tyre. Kjo është një sfidë që kërkon patjetër punë, bashkëpunim, profesionalizëm, do thoja, dhe ajo që besoj se nuk duhet ta kursejmë asnjëri prej nesh dashurinë që duhet ju dhurojmë këtyre fëmijëve. Një moment tjetër sfidues është sepse ne flasim për gjithë përfshirjen dhe do ndalesha pak dhe në atë që ta Leni. Mjedisi më i rëndësishëm për fëmijët me nevoja të veçanta është mjedisi shkollor, mjedisi gjithë përfshirës. Unë thash disa fusha që janë të dëmtuara tek fëmijët dhe ato është mjedisi vetëm të cilat ju ofron mundësi zhvillimi. Një mjedis ku ka shok dhe shoqe mundëson ndërveprimin. Ndërveprimi patjetër imponon komunikimin dhe komunikimi patjetër mundëson fëmijën të shfaqë ato mendimet e tij, sjelljet e tij, të shfaqë shqetësimet apo dhe gëzimet e tij. Dhe kjo zhvillon, janë disa fusha të cilat zhvillojnë njëra tjetrën dhe mundsojnë që këta fëmijë të zhvillojnë të gjithë potencialin e tyre dhe të jenë pjesë e shoqërisë me mendimet dhe me ato shqetësimet që ata kanë. Qëllimi kryesor patjetër zhvillimi i potencialit të gjithanshëm të fëmijëve, të gjithë fëmijëve, por konkretisht po flasim për fëmijët me autizëm. Flasim për gjithëpërfshirjen. Gjithëpërfshirja patjetër shoqërohet unë mendoj që ne na takon ajo që na takon, mësimdhënie efektive e përshtatshme, por duhet edhe infrastruktura dhe mjete didaktike në përshtatje me zhvillimet e fëmijëve. Besoj që keni gjithmonë edhe më tepër nevojë për mjete, për të unë shpeshherë ne të gjitha deri më sot, sidomos unë jam në një zonë rurale, jam në një shkollë në fshatin Mollaj, ne mjetet deri më sot i kemi siguruar vetë. Ne mësues, unë si mësues ndihmëse, por dhe mësues të tjerë, me prindrit për momentin nuk, se dhe fëmijët vinë nga familje me nevoja të mëdha, vështirësi ekonomike dhe nuk se kemi patur ndihmë, se i dim arsyet, por jemi mësuar vetë të përshtatim mjete sepse
ka shumë rëndësi mënyra e të mësuarit dhe mjetet që përdorin për të mësuar fëmijët me nevoja të veçanta. Fëmijët me nevoja të veçanta patjetër duan komunikimin viziv, që ka të bëjë me mjetet të shumëllojshme që ata të tërhiqen. Pra, unë e vendos gjithmonë një nga sfidat më të mëdha është që ne mësuesit të përshtatim mësimdhënien dhe mjetet që të ngjallim interesin për të mësuar tek fëmijët. Ne e dim, unë e thash edhe që në fillim që jo se ka shumë interes sot në mjediset shkollore për shkak të teknologjisë dhe mënyrave të tjera të mësuarit, të marrjes së informacionit. Të cilat vërtet ndryshojnë në ritme dhe shumë të shpejta. Janë më të rejse nëpërmjet teknologjisë apo dhe jo nëpërmjet librit apo një mjedisi që është i kufizuar në shkollë. Kështu që infrastruktura, mjetet përbëjnë një sfidë në punën e mësimdhënies për fëmijët me nevoja të veçanta, patjetër kërkon bashkëpunim. Shkolla dhe mësimdhënia me fëmijët me nevoja të veçanta dhe me fëmijët me autizëm thelbi është bashkëpunimi. Nëse ne bashkëpunojmë, të gjithë si aktorë brenda shkollës, bashkëpunojmë për të artuar dhe për të filluar atë planin e punës, atje ku fëmia ka nevojë dhe qëllimi kryesor është aftësimi për jetën, gjithmonë do ketë sukses në punën me fëmijët me nevoja të veçanta. Bashkëpunimi është çelësi i suksesit në punën me fëmijët dhe në zhvillimin e tyre. Janë të gjithë këto aktorë që po t'i ndërthurim dhe patjetër me respektimin, unë them që ligji për arsimin gjithëpërfshirës në Shqipëri është shumë i mirë. Në qoftë se ai do funksionojë dhe të gjithë ne si aktorë do ta zbatojmë dhe do ecim në bazë të ligjit, unë them që secili në shoqëri do ta gjejë veten e vet. Në përfundim do të jetë bërë një punë e mirë. Dhe nuk ka vend fare për jo cilësi ose gjithmonë cilësia do jetë në maksimum e mësimdhënies dhe mësimdhënies për fëmijët me nevoja të veçanta, sepse ligji është i shkruar bukur, qartë, pastër. Na mbetet ne ta zbatojmë dhe të krijojmë mura bashkëpunimi dhe zbatimi me fëmijët me nevoja të veçanta në shkollë. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio për të ndalur edhe tek diçka tjetër, por në këtë moment e shkurtimisht për të ndjekur këngën Kjo botë kërkon për një ero nga Gloria Nure. Rikthehemi vetëm pas pak me të ftuarat e ditës së sotme. Rikthehemi sërish në studio, vazhdojmë të jemi drejt për së drejti në valët e Radio Manuel për gjatë programit Muzik Plus për të folur në ditën e sotme në kuadër të ditës botërore të ndërgjegjësimit për autizëm. Jemi në një bisedë shumë të veçantë me Elenin dhe Gjensilën. Ato na kanë folur gjatë për Eleni për eksperiencën e saj personale si një prind i një fëmije me autizëm, por edhe për sa i përket shoqatës me Paku, ajo është e angazhuar, por edhe Gjensila si mësuese ndihmëse pranë fëmijëve me nevoja të veçanta. Ndalemi më konkretisht tek aktivitetet që do të ndodhin përgjatë këtyre ditëve në kuadër të 2 prillit. Çfarë do të ndodh nesër, por di që edhe pas nesër keni edhe një tjetër aktivitet në kuadër të kësaj dite. Po Gjensila. Po, patjetër që të gjitha aktivitetet që bëhen në kuadër të 2 prillit, por jo vetëm dhe në ditë të tjera, kanë në fokus ndërgjegjësimin. Nesër, data 2 prill, do të zhvillohet një aktivitet në pedonalen e qytetit ku në fokus është përsëri ndërgjegjësimi, por pse jo dhe konkretisht dhe paraqitja konkrete e disa aktiviteteve ku vetë të rinjt me nevoja të veçanta dhe fëmijët me autizëm do të demonstrojnë duke pikturuar në pedonalen e qytetit për të parë që të gjithë ata që do munden të vizitojnë këtë si të thuash këtë aktivitet, të shikojnë mundësitë dhe të thyjnë ato tabutë që kanë krijuar që fëmijët me autizëm ose me nevoja të veçanta nuk kanë aftësi të zhvilluara. Do të demonstrojnë aftësitë e tyre në pikturë, pse jo edhe në aktivitete të tjera të zhvillimit të tyre, duke parë do të ketë një ekspozit me punime të fëmijëve me nevoja të veçanta dhe fëmijëve me autizëm, sepse fëmijët me autizëm edhe Leni e përmendi, ka fëmijë që kanë talente si çdo fëmijë tjetër,
tjerë dhe zakonisht i kanë talentet në pikturë, muzikë, janë artistë brenda vetes së tyre dhe ne ato do të shikojmë nesër të shpalosur në një ekspozitë apo në një veprimtari ku do të shikojmë dhe një aktivitet tjetër që unë kam marrë vetë pjesë në atë aktivitet, do të shpërndahen disa lule në mënyrë simbolike me mesazhe, ku këto lule, pjesa më e madhe janë mbjellë nga vetë të rinjt me nevoja të veçanta në një aktivitet që kemi zhvilluar në një fidanishte pranë qytetit të Korçës. Pra janë disa aktivitete ku për te ndërgjegjësimit do të shikojmë dhe aftësitë e fëmijëve të shpalosura në mënyra të ndryshme ku ne do t'i shikojmë nesër në këtë aktivitet. Gjithashtu pas nesër, në datën 3, Eleni e përmendi, prilli është mund të themi muaj i cili ka plot aktivitete dhe do të jetë si muaj ndërgjegjësimi në kuadër të fëmijëve, por edhe të rriturve me autizëm. Prandaj ju do të vazhdoni aktivitetet argëtuese, ndërgjegjësuese edhe në datën 3 prill. Në datën 3, së bashku me të gjithë pjesëtarët e kishës Ujë i Gjallë, dhe këtu do doja të falenderoja pafund Renato Tarushën, Gjuli Tarushën dhe gjithë pjesëtarët e tjerë, të cilët do me thënë ne si shoqat, ne si prindër dhe fëmijëve tanë, ju janë ndodhur pranë gjithmonë, në periudha festash dhe në periudha të tjera me ato mundësitë e tyre duke i gëzuar fëmijët tanë, por dhe duke i mbështetur dhe prindrit dhe duke përshfrirë qoftë edhe me ato dhuratat e tyre të simbolike, të bukura, me shumë dashuri që janë ofruar nga ata dhe mendimi, ne na mjafton ndonjëherë edhe mendimi i gjithkujt, po dhe sidomos i Renatos edhe i Gjulit, që janë njerëz të mrekullueshëm dhe gjithmonë dhe çdo ditë na kanë në mendje dhe më kontaktojnë duke menduar që si mund të ndihmojmë, si mund të bëjmë gjithçka, domethënë qoftë e vogël, po ama siç thotë dhe nën Tereza, me shumë dashuri dhe me një dashuri të madhe. Në datën 3 ishte menduar për të bërë diku në një vend shumë të bukur dhe me shumë hapësirë, po për shkak të kohës do ta bëjmë tek qyteza e fëmijëve. Do jetë një aktivitet, do me thënë që edhe prindrit më shumë të kalojnë, të jenë të mbështetur dhe të kënaqur, të kalojnë disa orë qetësie, paqeje, argëtimi, të qeshura, edhe fëmijët do me thënë të kënaqen me lojra argëtuese dhe sigurisht edhe me mesazhe të ndryshme të cilat mbështesin prindrit dhe fëmijët me autizëm. Më vjen mirë. Do shtoja edhe diçka për sa i përket aktivitetit të datës 3 prill që zhvillohet nga Renato edhe Gjuli. Janë dy nga njerëzit që ndoshta brendësia e tyre, humanizmi që ata kanë brenda tyre kanë fokusuar një pjesë të aktiviteteve të tyre ndaj fëmijëve me nevoja të veçanta. Unë jam pjesë prej disa vitesh e aktiviteteve që zhvillohen në kishën e tyre dhe kam parë që nuk mungon as pak ajo që ne e përmendëm disa herë për kushtimin dhe dashuria ndaj fëmijëve me nevoja të veçanta, po atë që shikoj pak janë të fokusuar dhe tek prindrit, tek vështirësitë që ata kalojnë dhe gjithmonë Renato dhe Gjuli ofrojnë bashkëpunime për sa i përket dhe ideve që ne që jemi bërë pjesë sugjerojmë për t'i vënë në zbatim, për të përmirësuar të gjitha aktivitetet që zhvillohen, po këto aktivitete të ndikojnë në cilësinë e jetës së fëmijëve dhe të prindërve të fëmijëve me nevoja të veçanta. Prindrit që kanë fëmijë me autizëm janë totalisht të përkushtuar kundrejt tyre dhe kanë nevojë për të kaluar një kohë relaksi, qetësie për veten e tyre. Zhvillohen aktivitete, unë do thoya se unë marr pjesë në shumë aktivitete, nga ato më të sinqerta dhe të vërtetat. Dhe unë i përgëzoj dhe i falenderoj pafund dhe patjen suksese dhe gjithçka në punën e tyre. Ne i kemi miq shumë të mirë Renaton dhe Gjulin, e përmenda në hyrjet e programit për shkak të një problemi. Gjuli nuk mund të ishte sot sepse ajo ishte e ftuar për të qenë pjesë e programit Muzik Plus dhe për të prezantuar më tepër mbi aktivitetin që do të zhvillojnë sikish me fëmijët me autizëm, por edhe me prindrit e tyre. Ndoshta në një moment të dy do të kemi mundësi për të prezantuar më tepër edhe misionin dhe vizionin që ata kanë për të ardhmen për të punuar me fëmijët, por dhe me të rriturit me autizëm. Sot përgjatë bisedës në studio ne kemi folur shumë edhe për sfidat, për vështirësitë, edhe me të drejtë kjo për të përcjell më shumë informacione dhe për të treguar edhe realitetin tek ata që janë duke na dëgjuar dhe që nuk janë shumë afër këtyre familjeve dhe këtyre fëmijëve. Por le të flasim shkurtimisht edhe për ato momentet e bukura, prandaj dua të ndalem pak
Se cila në atë pozicionin dhe në rolin e vet, cilat janë momentet e bukura që keni përjetuar gjatë kohës që keni kaluar me këta fëmijë? Eleni, jam e sigurt që ka shumë, por diçka që ti dëshiron ta ndash. Po, do të flas në përgjithësi edhe për të gjithë fëmijët me autizëm. Të gjithë fëmijët me autizëm në momente të caktuara dhe në aktivitete të ndryshme, do me thënë na kanë dhënë një dashuri të papar, një buzëqeshje po ashtu, një gësim me ato gjërat e tyre që mund të bëjnë që ndonjëherë është i papërmbajtshëm. Do me thënë ata secili me veçantitë e tij të fal shumë gjëra të bukura. Ka fëmijë që do me thënë të vinë të përqafojnë, të vinë të buzëqeshin, që duan të rinë, do me thënë, unë dua të ri me Xhenin, unë dua të ri me Mondon, për shembull, unë dua të ri me Artiollën, ku është, pse s'po vjen, do me thënë, ata fokusohen tek një person dhe ku e shohin që marrin shumë dashuri, do me thënë ai person për ata ngelet gjithmonë i rëndësishëm dhe të duan pa kushte, të duan pa interes, të duan dhe sinqeritetin e tyre. Nuk e imagjinon dot çfarë gëzimi është. Për ne prindërit që kemi fëmijë të tillë kaq të mirë, përtej sfidave dhe përveç vështirësive, edhe një sukses i vogël fare për që për dikë është i padukshëm, për ne do me thënë është kënaqësia më e madhe. Do me thënë unë, sidomos po flas edhe për Kristin, që mua im do me thënë ndonjëherë më bën që më jep forcë shumë të madhe. Është një djalë sy pa trembur, është një djalë që nuk përballet me vështirësi dhe i kalon ato. Do me thënë është një djalë që më jep shumë dashuri, më jep ndonjëherë veç lotëve, më jep edhe shumë buzëqeshje dhe më jep dhe një forcë të papare që unë ta përballoj ditën, do me thënë shumë mirë, të bëj dhe shumë gjëra të tjera, edhe nuk di ç'të them. Do me thënë nga një fëmijë që mund të bjerë poshtë, ai gjen forcën dhe të ringrihet shumë lart. Do me thënë unë jam krenare që e kam atë djalë. Dhe do me thënë, më ka bërë një njeri shumë të mirë. Shumë të mirë. Më ka bërë një njeri të dashur me të gjithë, më ka bërë një njeri që të... Ti jesh më empatike, besoj. Po, edhe do me thënë ta përballi jetën me çdo vështirësi dhe ta kaloj me lehtësi. Do me thënë, më bën të buzëqesh, më bën të eci përpara, më bën të mos ndalem, ta nis një rrugë, ta kthej pa ama dhe ta rinis përsëri. Edhe më fuqishëm. Edhe më fuqishëm. Do me thënë mund ta them që thashë, ndoshta dikujt mund t'i duken dhe fjalë nuk e di, po që këto janë fjalë që dalin nga zemra ime dhe kur e them unë, zëre se po e thon të gjithë prindërit. Jam e sigurt sepse janë kaq vitet që ti me fëmijë të tillë, do me thënë, ne kemi përkushtim. Arritëm që u mbyllëm për shumë kohë në shtëpi që s'dilte fare. Do me thënë tani jemi në një rrugë që ecim pa fund, shohim njerëz pa fund, do me thënë ku ka lumturi më të madhe. Për mua, që dikujt do t'i duket kush e di se çfarë, për mua do me thënë kjo është maja e suksesit, që do me thënë të dalë, të kënaqet, të shkoj kudo, të hyj në supermarkete, që ki shkoj që se bente, të hyj në kishë, që ki shkoj, do me thënë që fëmije që nuk hynte, të marr atë bekimin e Zotit atje, nga ana e Atit aty, do me thënë për mua nuk di si ta shpreh, do me thënë këto janë vjen mirë dhe ne duhet të përcjellim dhe këto momente dhe duhet ta shohim situatën edhe në këtë aspekt për të motivuar veten s'pari. Faleminderit që më dha mundësinë, do me thënë që sot do me thënë t'i them dhe ato gjërat e trishtuara, po t'i them dhe ato gjërat e bukura, që edhe mamat e tjera, edhe prindërit e tjerë që më dëgjojnë, do me thënë që i kanë fëmijët e vegjël, të punojnë fort, që do me thënë që të dinë dhe çfarë rrugë i pret, jo të gjithë mund ta kenë rrugën e njëjtë, jo të gjithë mund ta kenë rrugën shumë të vështirë, pa ama rruga e autizmit, sido që të jetë, është e vështirë. Por ama të kenë forcën që të munden ta përballojnë, por duhet të dinë dhe ta pranojnë. Para është ta pranojnë, se ka shumë nga eksperienca jote personale e kishe të vështirë ta pranoje. Ka shumë prindër të cilët e kanë jashtëzakonisht të vështirë dhe shumë të tjerë që as se shfaqin, do me thënë që ata e kanë këtë problematikë dhe kjo është në dëm të vetes së tyre, po sidomos të fëmijës.
Kështu që ne duhet të jemi të ndihmojmë njëri tjetrin, t'ja japim dorën njëri tjetrit, duke e prekur dhe në supë një person, kaq mjafton. Dhe fjala, sepse Krishti im nuk ka fjalën. Veprimet patjetër Po, gjithmonë ama tregojnë ka më shumë atë shumë se sa dhe dashuri. fjalët. Kur të mbështet të dorën në supi, kaq mjafton, domethënë. Edhe ndonjëherë ne kemi nevojë për këtë dorën në supë, për këtë fjalën, domethënë, sepse pavarësisht se dikush na sheh qeshim, bëjmë, po ama ndonjëherë shpirti ynë është i thyer në një mijë copa. Por duke pasur një mbështetje, ta kemi nga njëri tjetri, nga komuniteti. Unë në këtë rast ndoshta në këtë moment s'është momenti mund ta themi pakës më vonë, po ama duhet i bëj thirrje pushtetit vendor, shtetit ton, që do me thënë këtë kategori fëmijësh e them me indinjat dhe e them do me thënë me zot të fuqishëm, mbi 18 vjeç janë në mëshirë të fatit. Janë të gjithë në shtëpi dhe duke qenë 24 orë në shtëpi, pavarësisht se prindi bëhet sopash, ta nxjerr, ta çoj diku, ta bëj, ta argëtoj, është e pamundur, sepse ne dal nga dal po mplakemi, ata po rriten, ata kanë, do me thënë, janë të rinj, janë 22 vjeçar, 25 vjeçar, janë të fuqishëm, janë të rinj si çdo i ri, si çdo i ri që do gjëra të bukura, që do të argëtohet, kanë energjinë e tyre, kanë ku do ven, ku po ven, dhe të gjithë ata që njohun, të gjithë të rinj, dal nga dal fillojnë dhe pëstojnë në regres, sepse duke qenë brenda vetëm me familjen, nuk mund t'i përballosh. Prandaj duhet i kthejnë sytë, qoftë edhe donatorët, qoftë edhe biznesmenët, qoftë të gjithë ta mbështesin këtë kategori, t'i mbështesin këta prindër dhe të bëhet diçka, të jetë, do me thënë, një qendër e madhe ku të vënë këta fëmijë, të mësojnë si të mbjellin një lule, të mësojnë si të lajnë një pjatë, të mësojnë si të, do me thënë, si të vishen, të mësojnë si të rregullohen, mësimet e jetës. Mësimet e jetës, të cilat janë që të paktën të kemi mundësi, sepse mosha thashë, të gjithë dal nga dal po mplakemi, shumë mikesha të mijat janë më të mëdha se unë. Do me thënë, pengu i çdo prindi është ku do shkojnë këta fëmijë, kur të mos jemi neve më. Edhe kjo është e dhimbshme, e vërtet. Shumë e dhimbshme. Unë e kam ngritur në shumë tryeza që janë berë, por po e shoh, kam filluar që 15 vjeç, do me thënë që ka qenë djali, me gjithë prindërit e tjerë, që e kemi ngritur këtë çështje dhe sot janë 22, 25, 27, 30, 30 ca dhe akoma nuk është bërë as edhe një gjë. Flasim, por nuk është bërë asgjë. Sepse ne prindërit e me të pakut edhe të tjerë luftuam që të ketë një qendër, arritëm këtë sukses e kemi qendrën, por fëmijët tanë, kur u bë qendra janë në një moshë të madhe, nuk përfitojnë do terapi, kështu që duhet të mendohet diçka tjetër për ta. Që të bëhet diçka tjetër. Nuk mjafton vetëm një qendër për fëmijët deri në një Jo, janë moshat e vogla, në mos gaboj. Të gjithë janë të rritur. 15-16 vjet. Më të vegjël. Po, Xhesila. Le të ndalemi pak tek puna jote e përditshme, përtej sfidave, tek ato momentet e bukura që ti dëshiron t'i ndash shkurtimisht me ne sot. Patjetër, momentet e bukura, unë e thashë pak më parë, janë ato që na motivojnë dhe na çojnë përpara për krah sfidave që ne kalojmë në punën tonë. Unë teksa Leni fliste, unë gjithmonë mendoj, secila në kontekstin e vet, mendojmë ato momentet e punës ku ne ofrojmë shërbimin tonë dhe jo më pak se para disa ditësh, duke punuar me një nga kolegët për të hartuar planet PI që ne hartojmë për çdo 3 mujor, vëzhgojmë një nga nxënësit tona që ne ndjekim për ta mbështetur, po bashkë bisedonte me një shoqen e saj. Ishte një moment që na emocionoi së bashku, se ne në atë moment po hartonim rezultate që ajo të zhvillonte një bisedë të thjeshtë. Ajo i parapriu planit ton, ajo realizoi një bisedë dhe ne u emocionuam pafund. Ajo gjithmonë më ndjek nga mbas, sepse jam njeriu që kam krijuar atë atashimin më të madh ajo me mua dhe qëllimi është që ajo të largohet, mos jetë atashuar, po të bëjë një jetë sociale të pavarur. Pash një moment shprehse, një moment të bukur që më inspiron dhe më motivon që unë gjithmonë besoj në fëmijët me nevoja të veçanta, besoj në aftësitë e tyre, besoj që qofse ne jo japim mundësinë ata munden. Qofse ne bashkëpunojmë, unë e them gjithmonë, qofse ne bashkëpunojmë dhe ai që
më gëzon në këtë moment është që ne të gjithë si kolegë u gëzuam pafund edhe besuam më shumë në aftësitë e saj. Më vjen mirë, edhe momente të tilla patjetër ju inkurajojnë në punën tuaj të përditshme. Patjetër. Kur ne shikojmë se unë thash edhe pak më parë që janë krijuar tabu që nuk mund të ecim, por unë them që e thash nëse ne ju japim mundësinë, nëse ne krijojmë një mjedis mbështetës të përshtatshëm nga ana e mësimdhënies, por edhe nga pjesa e infrastrukturës e mbështetjes, ata munden të shpalosin aftësitë e tyre në atë fushë që ata munden. Ashtu kanë talentin. Ashtu si tha dhe Eleni, ne gëzohemi për vizitën në një kish, për vizitën në një institucion ku ai ere nuk do të marr pjesë, por atë erë që merr pjesë ai merr nga vendi ku ai merr. Pra gjëra të vogla që ne na motivojnë dhe unë them që ajo që është me bukura të gëzojmë edhe sytë e prindërve që cilët presin çdo ditë që ne kur vinë në dera të themi që sot bëri këtë gjë dhe këtë gjë të gëzojmë që ato sukseset e vogla të përditshme. Gjërat vogla por me dashuri të madhe. Do ndaloja edhe pak në pjesa e të rinjve me nevoja të veçanta sepse tashmë unë jam pjesë edhe një projekti që e dua pafund dhe mora pjesë në këtë projekt për këtë qëllim që ne i mbështesim në shkollë. Pra, baza fillon në shkollë, integrimi, përfshirja në shkollë, gjithë përfshirja dhe qëllimi kryesor është aftësimi për jetën. Kur ky projekt synon që këta të rinj të aftësojnë për jetën, kjo është një gjë shumë motivuese për ne që punojmë në femirinë e ershme. Sepse qëllimi kryesor është aftësimi për jetën. Në këtë projekt morëm pjesë vullnetar. Unë do doja të ndalesha pak dhe në pjesën vullnetare të gjithë ne punës vullnetare që duhet të ofrojmë të gjithë ne si njerëz. Nuk na kushton asgjë të dhurojmë pak nga koha jon për të ndihmuar kauza të caktuara. Mendoj që ne si vullnetare do t'i përmendja vajzat Raimondën, Marsidën, Artiolën, ndoshta s'duhet të them, po do t'i them me shumë dashuri, mos haroj Elenin, që ndikuam sadopak në integrimin, në aftësimin e tyre dhe në atë pjesë që tha dhe Eleni, në atë pjesën e gëzimit, argëtimit që ata përjetuan me ne. Kaluam bashkë momente, aktivitete që kishin qëllim aftësimin, por pse jo dhe argëtimin e tyre dhe shpresën dhe besimin që dhe ata janë pjesë e shoqërisë. Unë them sot që unë kam fituar disa miq, disa shok, të cilët janë më të sinqertë, më të vërtetët në këtë jetë. Jam e sigurt për këtë. Dhe është një gjë shumë e bukur. Shpresoj që të kemi sa më shumë unë e vetë theksin në dëshira dhe humanizmi që të tregojmë për njëri tjetrin. Të durojmë sa më shumë. Nuk mjafton minutazhi i ditës së sotme për të ndarë gjithçka që ju bëni punën tuaj të përditshme, por ndoshta në një moment tjetër për te një ditë të caktuar ne mund të flasim edhe më tepër për gjithçka që ju realizoni, mbi gjitha për të ftuar dhe më shumë njerëz që kanë mundësi për të na dëgjuar, për t'ju bashkuar takimeve apo aktiviteteve që ju zhvilloni. Duke qenë se po mbrim edhe në fund të bisedës sonë në studio, cili do të ishte një mesazh që ju keni për gjithë ata që janë duke na ndjekur në ditën e sotme, patjetër në kuadër të 2 prillit, dita botërore e ndërgjegjësimit për autizëm. Unë mund të them që gjithkush nga ne mund të ndihmojë duke informuar më shumë rreth autizmit, duke treguar më shumë mirë kuptim, duke ndihmuar në mbështetjen dhe përfshirjen e fëmijëve me autizëm në shkolla, shoqëri dhe aktivitete të ndryshme, dhe e më e rëndësishme është që të krijojmë një kulturë pranimi dhe mbështetjeje. Dhe në fund do të them që të jemi të hapur të gjithë, që t'i dëgjojmë dhe të tregojmë empati ndaj njerëzve me autizëm, sepse ky nuk është një kufizim, por është një mënyrë e ndryshme e të qenit dhe e të kuptuarit të botës. Kështu që ne duhet të jemi gjithmonë pranë këtyre njerëzve. Unë do thoja që ne të gjithë së bashku do të ndërtojmë ura bashkëpunimi dhe jo bariera. Unë do thoja që të gjithë së bashku të japi mundësi. Mundësia ndryshon gjithçka. Ndryshon gjendjen emocionale, ndryshon mundësit, ndryshon atë që është më kryesore, ndryshon mendësinë dhe shpresën tek çdo individ. Kështu që sa më shumë mbështetje, empati, siç e tha dhe Eleni, të vendosim veten edhe në vendin e të tjerëve për të dhënë aq sa mundemi dhe të ndikojmë sadopak në përmirësimin e cilës së jetës së fëmijëve. Ju falenderoj vërtet shumë për gjithçka që keni ndarë në ditën e sotme. Jam e sigurt që shumë prej atyre që ju keni thënë kanë qenë fjalë zemre dhe e vlerësoj këtë.
uroj që të bëhet më e mira dhe aq sa ne mundemi edhe nëpërmjet një programi radiofonik të mund të ndikojmë tek institucionet përkatëse, tek shkollat, tek bizneset, ndoshta edhe tek qytetarët e thjesht për dhënë kontributin e tyre në mbështetje të fëmijëve me autizëm, por mbi gjitha sikurse ne e ngritëm zërin shumë sot edhe përgjatë bisedës tek të rriturit me autizëm, të cilët kanë patjetër një mungesë aktivitetesh, edhe kanë një mungesë vëmendjeje nga gjithë ata që unë përmendam sipër. Ju falenderoj. Ishte kënaqësi të ishim së bashku në ditën e sotme. Edhe ne të falenderojmë pafund që na edhe këtë mundësi. Kënaqësi. Dhe një muaj të mbarë për të gjithë. Ju falenderoj gjithashtu, ju uroj edhe një ditë bukur në vazhdim edhe me gjithçka që ju keni planifikuar për të qenë pjesë aktiviteteve nesër, pas nesër, por edhe në ditët në vijim. Ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër muzikore, ndjekim këngën Më shumë dashuri nga Kisha Ungjillore Libonik Maliq, do të rikthehemi së bashku miq. Vazhdoni qëndroni në valët e Radio Manuel, jeni duke ndjekur programin Muzik Plus. Më shumë